Ja, më çfarë janë nisë? Në për atë. Zonë e lirë. Më pashta. Zotin Çani. Si më thon? Da, atë situatën që foli Beni Mami. Se në gjova Beni Mami? Qa tha? Beni Mami e di edhe atë pjesën. Ka më thënë që janë militantë e Partisë Demokratike, dhe më thënë si duket jetë atyre. Edhe ai u fut në rolin e atyre domun. Kur e merri vesh sa, atyre në çadër sa, erdhi Rama, i tha Lulit, ti je idhulli im. Edhe pasaj kur u futën bë marrëveshje, Rama me fytyrë të varur tha, Luli po qeshte, Luli fitoi, Luli e mori Rama. Ne marrun gjithë. U zgri Çani me atë, që jam motë, nuk do të si. Çani ishte pro Beni Mami. Normalisht po, normalisht. Pastaj Ajo që s'më qenë ishte kur u fut Grida i vota tha di Beni Mami në qafë direkt, kështu jo po. Po ajo më bëni përshtypje edhe mua pra. Jo vetëm që ju hodh, po si përmend e emrin më tha. Pse ki gjithë ky a kuptoj gjithë kjo. Jo, mos është në të dau, kështu se ajo është establishment. Deri në fabrikë se. Po çfarë është mos i përmend në emrin? Jo, është ajo që më Ky zotëria që ishte para meje, ky zotëria, ai tipi. Po sepse është pala, po kupton, ta janë ata që duan të Po ndryshojnë. s'ka lidhje me Se ajo- kjo është frym, sigur dy grupe ekstremiste të kundra. Kjo është frym e vjetër. Po. Ti mund thush zoti Imami, s'jam dakord me zot Beni fare ti thush. Tregosh i çik konfidencë, se s'është armiku, nuk u bë krejt papritur armiku i popullit ai. Zotëria që ishte para meje. Përkundra si do, përkundra, sa respekt ka një nga gjitha të tjerë, domethënë, ajo po merr atë situatën, e kupton, që po thoshte që edhe nëse do të mbështesë janë Beni Mami thoshte ajo. Ka qenë ajo që e ka shar Rama atëherë dhe pse nuk u dënua dhe çfarë thonë. Po, që i tha, pra i tha Po, eri, zotimi, një i tha eri, jeni- kur ju mbështet ju që ka i mirë, në momenti që del kundra jush, po të automatikisht i keq. Po pra po, ashtu ka shumë drejt ajo, jo vetëm për atë, po ti ku po thua tash jo përse se nuk e dënuan. Edhe do thon pasaj Ropsit ky ka bërë marrëveshje me Ramën se nuk e dënuan. Ti ke 7% që do të roketë dera për ti, sa era televizore, që shikon Lulzim Bashën dera i 7%. Cak. Kjo më bëni përshtypje, si përmend Edhe sa të tjera ka, është absurde fare me Ropsit. Mos i përmendesh emrin. I tha dhe Çani në moment. Që po thuja emrin i tha. Zoti Imam, s'ka në gjë. Zotëria para meje. Por ajo se di pse reagoi ashtu Voldemorti. Kishte absorbuar atë ndjenjën, domethënë që jo, ne vërtet kemi fituar. Kupton, vërtet kemi ecur përpara. Ti ta ka në moment tash, do të tani dalë vëllai. Tonë mohabeti do të ketë një sens logjik domethënë. Okej, do gënjejmë deri në një far pike. Po tash ti mos e fut me top. Çka ke fituar ti këtë 2 mandate? S'ke marrë asnjë. Mirë, çfarë argumenti mund të ketë ajo? Ajo është pro Qetëri Basha në parti. Këtë nuk janë ndryshon dot asaj. Asaj Saliani. A është ai mohabeti që bënë me atë ditë me atë tjetër. Çfarë argumenti mund përdori ajo pro kësaj gjëje, se këtë nuk janë ndryshon dot asaj. Ajo nuk thotë dot duhet ipi Basha. Ajo ka disa argumente. Argumenti i parë domethënë është para Pse duhet të rrit Basha? Ajo me frymën Basha ajo ka rënë politikë. Atë ai e ka Jo, po them hiqe pjesën e asaj, po them se ajo sa më i fortë se ushtroi atë para skenët që shtroi Çuri. Që tha që për të më të jo, fortë. është më i Po fortë. them ty tani, zeje se je ti tani pjesë e PD-s, je një nga ato mbështetësat e Bashës. Ti do dalësh nesër në emision te Çani, je pro Bashë. Çfarë argumentesh do përdorësh ti pro Bashës? Se tani tek këtu na pavarësisht se ne jemi, ne themi që duhet ndryshim, por që tek këtu duhet të ketë ndonjë argument. Mirë, pra, ta shumë kështu tash. Nëse ti je para skenën më që unë jam tash një simpatizant i Bashës, unë do të përdor një ato argumente që kanë përdorur ata deri tani më dau. E kupton? Ato mirë po luajnë rolin thotë. Po pra, ata rolin e tyre po e luajnë jashtëzakonisht shumë mirë ata nga Irani, kupton se me atë kapacitet që unë vlerësoj atë gritën si robë, kupton? Ajo nuk është e trashë ta marrësh botën lart. Jo. Kur ata thonë që kemi ngritje në vota me atë 4 vite më parë, nga njëra anë e mendatit ata kanë të drejtë nga se vërtet kanë rritje. Në mënyrë objektive kanë rritje. Por rritja nuk është ajo që mjaftohesh me plan. Rritja është votat e LSI-s që kanë marrë prapë këta që s'është ajo ide. Kupton, nuk si rritjen duhet t'ja marrësh për sot. Ajo është vetëm në numër, nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë. Ja, të njëjtit rob.
Ç'e di? Ideja ishte edhe përdori një argument që përdori edhe më përpara, valla, si në frymën e re edhe të gjitha të tjera. Nuk se mendoj valla edhe kjo edhe Saliani edhe një dy figura të reja, ose të rinin fare valla mos flisnin. E kupton? Ose vërtet e thon, të bëjmë zgjedhje të brenda partijake, edhe në zgjedhje do fitojë kush jetë më i forti. Po për mendimin tim mbështes Lulzim Bashën valla, kupton? Po jo tash këto të tjerët janë kështu. Pse se përmendin njëra jo, nëse ishte vërtet do ishte ajo objektive. Siç e pretendon, domethënë se nuk e përmendi njëherë në muhabet atë, çka ka i Fatbar Kadiri, ose aty që të call center-eve, Spagiu, si e ka. Sheha. Ai është mirë, ai s'është një fare për shkak. Në rregull, kurse ai ka bërë fushatën për partinë. Unë po them, kjo mira ai s'është ndier. Po Fatbar Kadiri që ka dalë se Ben Imami vetëm kritik po bën. Ai e pyeti eksplicit Ben Imamin, i tha, "Ore, Ben Imami, kryesia e re e PD-s." Jo, absolutisht jo, derisa fillojnë zgjedhjet brenda partisë. Nuk jap fare. Fjalë këtë. Ideja që po bën zgjedhje dhe ai tjetë prap kandidat, Basha fito Basha. Dhe janë zgjedhje fiktive, si më thon, kot, me bokot. Ai një argument për shkakun që do përdori unë që s'e gjoj ta përdorin shumë ta është që nëse ikën Basha, ai tjetri që do vi do nisi prap dhe herë nga zero. Ky sa do që ka humbë 8 vjet e kështu ka kriju i fal leadershipi brenda PD-s. Po brenda PD-s, po para se mjafton se ti duhet fitosh. Mirë, dakord, po ai jeti në pozita tani nisësh nga e para. Marrësh një tjetër, tumi ai edhe 8 vite të tjera. Edhe pastaj ti më shumë shanse ke një teori, po them unë, unë se besoj këtë, po që një teori që mund ta mbrojë, se këta i mësojnë vetëm kësaj. Prisni tani, se tani janë 10 votat, ne po luftojmë për vjedhjen e votave, ju na thoni neve pse si mërejtët ju votat, pse si votat dhe ju votat. Kjo teoria këty në gjë. Në rregull, jo, shikojnë çik tani. Pse nuk mund ta përdorim në rastin e Shqipërisë ti po thua ti. Ti nuk e ke valla Lulzim Bashën, figurë që është ai këtu, Armin Laschet për shembull, figurë e pastër, domethënë Armin Laschet është në Nordrhein-Westfalen, domethënë e ka regjimin atje domethënë me diferencë një deputet. E kupton? Edhe ka ai babuçi 12 vite. Pas një skandal, pas një gjë, është siç e di ti vllai Landi më i shëndetshëm në Gjermani në plak. Tani. Po. Basha nuk është sa figurë pastër. Normalisht Ben Imami ka i jetë. Po nuk është si Basha ato që i varen të gjitha ato tenegjet nga mbrapa. Kanë ndryshim thelbësor. E para fare sepse ndër të tjera apo edhe nëse janë të dy barazisht të pisë. Ben Imami është intelektual atë. E kupton? Ben Imami di të artikulohet. Basha nuk di, Basha është me të frymën e Saliut akoma. Regjim, vjedhje, droga, kokaina, hashashi, ta janë kriminella, po i vrasin njerëzit, po i lënë pa bukë. Po. Se Basha të Fidel Yllin të mus nano që parë, daku, edhe më thoshte ore tha se ka ngelur tha një re, tha, në gjithë Shqipërinë tha që tha marrësie pjesët malore domethënë ande nga marrësie e madhe, Shkodër, Çando, Peshkopi, Puk, domethënë Kuks. A keni idenë tha se ka qenë në skrapar që është vërtet në mal, tha. Kur ka qenë Saliu, kur vija që i punonin tokët njerëzit, tha, akoma me gomar, tha. As qet nuk ishin. E kupton? Nuk ishin as qet, që e mos harxhojnë. Është brutale fare, derisa i ka bërë. Pavarësisht mos më qej Fidel Ylli fare, thonë ai ka disa Doli deputete? Më duket po, më duket se duhet të dalë deputete. Ai më duket ai ishin në zonën e Durrësit së radhë, në Durrës nuk është, ishte ai ose në Tiranë. Në Tiranë. Tiranë. Se për atë pjesën e Vorrës ka dalë. Atje na ka hedonte. Po. Këtë duhet të them valla. E marrim edhe rastin që janë dy të pisët valla, kapaciteti që ka ai nuk e ka ky. Po pastaj vetë valla, edhe mos ishte i pisët. Ti ku i ke gjatë gjithë kohës plako edhe media dhe gjitha të tallin trapin gjatë gjithë kohës valla. Je djalë i mirë, e kupton? Nuk i vogël. Në moment ti kur marrun zgjedhjet që kena diskutuar ne kush duhet vi që të ndryshoj frymën, emrat që kemi përmend ne kanë qenë Agron Shejaj për shembull, që është figurë e re, një tip Orin e Bia, jo Orin e Bia fiks, po një figurë ngjashme kështu. Nuk prap Ben Imami është prap për mendimin tim ngelje në vend. Është po i soi i figurë
e vjetër aty. Duhet diçka e re më vëlla, duhet i frym një njeri tërësisht i ri, që nuk ka qenë pjesë e PD-s. Domethënë, ky Akronsheja për mendimin tim është figura perfekte, që do ishte zëvendësuesi i Bashës edhe cilë atë frymën e re. Shikoj çik, ai është për zgjedhjet e tjera. E di pse. Po për tjera këtu po të është zakonisht shumë i ri, kupton? Është zakonisht shumë i ri për të marrë atë, kupton? Ai domethënë nuk e di se ai ka ditë pjesën domethënë që i mungon është se nuk ka atë reputacionin domethënë si fighter, e kupton, që të jetë një çik i fortë, të jetë një çik goditës. E kupton? Pavarësisht se ai ka gjatë vite, ka qenë këshilltari i këtë ka dilën se një fare. Të gjithëve këtyre domethënë, ai ka atë anën e mirë domethënë populiste që i pëlqen rove, se ai thotë se s'ka marrë asnjëherë lek as nga PD-ja, as nga një rob. Edhe nuk ka dalë deri tani faktikisht asnjëri nuk ka dalë se pse gënjesë ke marrë, kupton? Ai ka thënë zëmina nga unë nuk ka marrë asnjë kokër leku nga buxheti i Partisë Demokratike, apo çdo lloj gjë tjetër që ka lidhje me shtetin. Deri tani e vëlla ka dalë në 5, 6, 7 vende të ndryshme domethënë në emision, nuk ka dalë një që thotë që jo, ky gënjen, ky në të vërtetë ka marrë 1000 lekë me pika në ditë, kupton? Është ai është i pastër nga ajo. Tani më mirë ka dilli apo ky imam? Po nuk kanë se vjen imami do kandidohet. Vjen imami është thjesht me sway, kupton? Thjesht me ja heq rrymën atij. Se ai është e mendoj unë domethënë se ai e ka nxjerr tash ose vetë ose mediat e kanë reklamuar domethënë si ai tipi që prezanton atë icon që ka pasur dikur PD-ja, kupton, e them ka qenë 100 ata, nga ata 120 ka qenë sakt. Edhe mediat e kanë parashtruar tani si ky imami prezanton këto 20 pastrit, e kupton, 20 sakt. Kështu ka dalë tjetër tash, më zaj kuptoj. E peti tek ajo te Ylli Rakipi se ky ben imami. E pyet ai për Salën, por më thy diçka, ç'a mendon, ç'është fatkesi. Dridhi. Duhet i çik me bole njeriu tani që të viteçi ky po e shohin që s'është kërkuar ky Basha, që është frikacak, tani të vi ky dridhej. I përmendte emrin Sali ai, ky në studio s'di duhet dikush të dalë më të thotë atë që mendon ta thotë. Pëlqen më vëlla, pëlqen Sala e du Sala. Të them ty pasaj vllai që marrua, nuk kemi, një parti do kemi. Se po nuk vdiq Sala, se ta ketë jetën të lëri politikën për mua të jetoj edhe 1000 vite të tjera, po mjafton të ikë të zhduket nga politika. Vetëm atëherë do të mund të shumë. Po pse s'pas ka i person aty o vëlla që të ketë aq bole sa dalin në emision edhe të thotë në emision, o shok, unë me politikat e Salës, unë jam 100% dakord, billafi. Ose më kam pëlqyer ky ndërtimi i rrugëve, kjo XGO, nuk më ka pëlqyer si ka menaxhu 21 janarin Gërdecin, Leshi Preshi. Ora ti thot ato që mendon. Po jo të dridhet më vëlla. Nuk i thot asnjëherë më dal. Po pra, po. Maksimumi që arrin të thonë, domethënë që mos vetëm gjë që kam dëgjuar nga Mami dhe nga Kadilli është që mos e bëni ashtu sa ju ka pasur gjëra të mira. Atëherë letri Basha, gjithë janë për mua Basha 2. Se normalisht tani fillim në do na duket ndryshe, hajde se ky o më i mirë se ky o kështu. Qofse e nis që tani me këtë frymë ai, që të ketë frikë, me thon atë që mendon, duhet asaj rrugësh. Pra Basha. Basha 2, mas 2-3 vitesh do dali po i soj. Kur s'ka i gjë të re, i një njeri që të dali të thotë. Po më pastaj kthehemi te argumenti klasik, ndo, që do të ikë Saliu. Kemi të shpreh konstante që fajin nga Saliu. Kur ti ke Saliu, besoj unë edhe Basha do jetë më i mirë, se ç'është tani. Po kapacitet Basha për të mos qenë më mirë ti. Po ne di sa nga ato frerët që kanë dorë Saliu janë bajnë Bashën pushtetin. Pa në Saliu Bashën e rrjesin e kokë nga të gjitha anët ato. Pa që Saliu edhe grita me Salianin e nxjerrin një shloj atë brenda 2 muajve, ç'po thuat? Ideja e ai është në atë principatin Berisha. Në shtëpinë e atyre do të mos dishte ata, ç'po thotë? Për sa kohësh ai pra kur edhe këta të tjerë s'kan guxim me fol, shof në një rrugë, domethënë. Mund bëhet më mirë PD-ja
Mund të jetë çik opozit më e fortë me ndaj tjetër, por që gjithsesi në fundit prapë do fitojë ai tjetër. Fa kupton se është ngjarje utopike që nuk ka për të ndodhur. Rezultati ishte perfekte, dikush ishte. Basha thot para zgjedhjeve unë nuk kandidoj më, domethënë, edhe Saliu e lë mandatin e deputetit, e kupton, dhe merr tjetrin radhë, edhe ikën dy. Atëherë ne vërtet kemi shpresë. Aty e ke 100% shpresën. Sepse ty të ikin nga lojë të gjitha argumentet që ke kundër PD deri tash, e kupton? Se të iki Basha dhe Saliu. Më thotë që do iki dhe ata horat që ka marrë Basha me vete, ai tipi i Kamzës, që po thoshe ti që është në Dibër tash. Xhelal Mziu, me shok, më the thash, e kupton, të gjitha persona negativ, do të thotë tilla, të pëlqen apo s'e pëlqen Beni Mami, është i vjetër apo është i ri. Fakti është që të gjithë pjesa llumi i PD-s përfaqësohet nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Se anë të tjera të PD-s ose kanë dalë parti më vete, ata që janë të vjetër edhe si pëlqen njeriu, ose i ka heq fare, kupton? Që cili kandidat, ose cili deputet, ose cili pjesar i Këshillit apo i komisionit që kanë këto organizat e brendshme domethënë, është i konsumuar, figurë e keqe dhe kundër Bashës. Këto tre cilësi nuk bëhen asnjëherë bashkë, kupton? Po si tiki Basha kur tani ka fillu lufta Bashës. Lufta sa më ka nis. Si mund tiki? Si tani generali luftën në mes. Ai është generali Justis vdekur dago. Na më atë fëmijë shqiptar? E maj. Ai është. Lulzim Basha është generali Justis. Jo, s'është ashtu, jo. Basha është se ushtria s'është aq e vdekme. Basha është generali i vdek i ushtrisë normale, a kupton se ushtria deri si ato mumjet në Perun e lashtë, ata i manin kështu. Mretit e vdekur i manin, i çonin ushqime, i çonin pije, edhe mretit në ato kohë fëmijët e tyre vinin i konsultonin mumjet. Kur vajtë spanjollën pastaj që i sharruan komplet. Kurse disa e ka zonë Lemzo këtë periudhë Bashën, tu e përmend kudo e kam përmend shkret. Le me gjithë Bashën. Po atë, ngjova atë historinë ati që vrau, shok në vetë. Qa menimi ke për atë historinë? Po zona, ajo me thënë në mënyrë intelektuale, edhe pse ne thjemi, është së mënyrë e gjithë shoqërisë. Ti ke... Ne nuk është se jemi të shturë në atë lloj mënyre, domethënë siç mund të jetë një lagje e Bronxit në New York në para 15 vitesh. Ne nuk kemi atë lloj shturje. Ne kemi një lloj shturje tjetër, domethënë që ka filluar që një njeri domethënë nuk e ka di fare, kupton? Jo vetëm për robët e tjerë, por nuk do na dinë as për të ardhmen e tyre. I bëjnë gjëra thjesht për momentin. Se besoj se ka lidhje me këtë situatë, kurse kjo ishte për mendimin tim kjo situatë unë s'do doja të isha as në vendin e atij viktimës, normalisht që jo, as në vendin e Mariusit që ishte ky që kishte godit, as të shokëve, ishte e rëndë. Unë po shifsa një të News 24 që kishte dali shoku këty në i përbashkët, e imagjino do të shok si vlezër, këta ishin si vlezër. Ai ka qenë arma, s'kishte pas as karikator, edhe ishte armë e vjetër, as siguresë. Dhe ka pas plumin mrena në tyt. Imagjino qa fatkeqësi, dhe ky thoshte në bazë të kamerës thoshte një avokat që kishte pa gjithë videon, ky ja ka drejtu dhe të tjerëve përpara. Kot, më kupto. I çik pija, alkooli, droga, gjonat. Ja ka drejtu, imagjino tash ajo mund shkote kudo ai plum. Jo, unë s'po të pjesën, nuk pjesa është rrethana që çuan atje. Po rrethana, çunat mbledh me njëri tjetrin në për të pi kafe. Çunat mbledh me njëri tjetrin të pi kafe, tjetër gjë. Çunat mbledh me njëri tjetrin me kafe dhe një hekur është diçka tjetër, daku, mos ti del me shokët e tu pi kafe me hekur në xhep. Jo më jo. S'u s'kam dalë ndonjëherë me shokët e mi. Dakord me të armbajtja pa leje thotë aty, okay, gabim është. Jo, armbajtja pa leje nuk është lisie plak. E kupton? Nuk mendoj se është armbajtja pa leje ai problemi në Bertham. Problemi që armbajtja pa leje domethënë është që Ola drejt, rob domethënë që kanë krijuar atë jetën e tyre në një mënyrë, domethënë qysh e kanë menduar ata se është në rregull domethënë, për një arsye, për një tjetër valla të shtym
lloji i jetesës, dëshira jote apo diçka tjetër të mbash një armë pa leje, domethënë për sigurinë tate. E kupton? Po tani ka jashtëzakonisht shumë persona që mbajnë armë pa leje dhe janë shumë të vetëdijshëm se çfarë kanë. Nuk den njeri me bë atë me shok, e kupton? Hiqe se e shkrep shejtani, themi ne, ai nuk do. E mush shejtani në tamam da. Gjunaf, se di. Pikërisht pra, kjo lidhet për të më thënë pse di ato. Se ne çuari trimi gjithë ato, nuk është se ne dhe na ecën vaj, domethënë dhe cave i ecën skëter. Shumica ashtu është, një pasiguri është zakonisht shumë e madhe nga të gjitha anë. Shumica e robëve nuk Ti thu domethënë që ky se tash një nga teoritë që jepin lajmi ishte që kjo arma ishte shumë e vjetër. Edhe këtu te kjo lagja këtyne ishte i tip muzeu që manin kështu armë të vjetra. Edhe thuaj që këta do e shisnin te muzeu, apo të nuk është se i kishin armë që e manin për herë me vetën me vete. por nuk kanë djeni fare se s'kam çfarë them aty. Ishte edhe kjo teoria, kupto, që ka qenë armë kështu si relike, se ka marrë me mena ime, ka thonë që di armë e vjetë këtë do të qenë muzen, ta fusim aty. Kujti shko meni me kontrollu tani të tyta, s'ka karikator edhe mund po të mbitet dorë, shoh s'ka karikator, s'ka është bosh. Se edhe s'marrim vesh. Aty duket që s'merr vesh. E para nuk e dija që s'kishte karikator, e dyta s'kishte pa kështu përdorin tek ajo 24 karikoi disa herë. Se di, gjunor. Unë ka ndodhi historie në gjatë, më kam pas nga dy shokë gjimnast, e kishin qenë të shtëpia njonit këto, ky kishte çifte në shtëpi, a kupto? Po. Çifte gjuetie. Këta me menjen se s'është e mushme. Po. Ka lamoj faktikisht, 17 vjeç. E tu bëu kështu me njërin tjetrin, bau, biu, kështu kod. E njoni tashi e kishte kap frika se me ta drejtu armën, si ta di që e mushme, si mos ta di, a kupto ke frikë. Normalisht. E kishte mbyll derën e banjës, ishte fut te dera e banjës e ishte ul poshtë, se ky tjetri po ja drejtohte kështu. Pang kishte tërheq komzën ai vllai, bau. Vrima te dera, kaq vrim. Ky ishte ul që përpara se kishte frikë. Si e ka rujt. Ka qenë tu vdek. Me një të ngjarje. Të merr fare. Me vra shokun, imagjino tash si njihet ai, ba. Shumë e keqe, shumë e... Kjo është ajo debati në Amerikë tash për mosmbajtjen e armëve nga civilët. Ati janë të smur fare, posa atje i kanë blen mod marr. Tash janë zona e kupton, ne nuk jemi domethënë në atë nivel, domethënë, po ta marrësh dhe anë natyrë, do apo mos ja fut kodin, se janë ato zonat që janë remote fare, atje që janë rurale në. E duhet të kesh armë se ty vi robi shpit do një orë vi policia me ta. Po ja bënë makinën e policisë Lamborghini, po të vje për 40 minuta. Hajde. si me dy presa është ajo punë. Normalisht, po. Se siç është kjo që thu ti, është dhe kjo këtu në mes shooting që ndodhin atje, kjo është atje bëhen super thjesht. Se mes shooting për mendimin tim mund ndodhin kudo ka njerëz budallëj që ka një moment caktuar që ja jep truni atij do bëj krim, do ikë ti vras. Po s'ka akses, nuk merr dot armë. Tash ti kesh akses, shkosh me gun shop, ta marrësh armën me ID. Direkt. Po pra, po kjo është argumenti pastaj te Japon, ta kthej atë që ti në argumentin për pro pastaj sepse fakti që këto i merr ai me ID kështu domethënë, ti thjesht duhet të rrisësh atë kontroll, që mos marrin ato. Se në Rusi nuk është e lejuar ajo arma apo po. Javën që kaloi me shooting ishte në shkollë. Sa Rusi. La dolin gjithë botën, ishte me shooting i parë që publikohej domethënë. Disa dolin nga vija tuaj, ose ta kati dytë kështu me shpëtum. Rob çmë nuk ka, jarë s'ka armë në Shqipëri që boti ju fut në makinë në mes sheshit. Nuk e armë në Shqipëri që ai ditën e Bajramit papuçi do të ishte vetëm. Po në Shqipëri është ndryshe vëlla, se në Shqipëri ke armë për të pasë, se s'ke, se kanë ngel akoma armë nga 97, por nuk ndodhin këto mes shurtit në Shqipëri, s'kam një gjumë, nuk ka budallë, a nuk është si kështu. Shkon njeri me të vra kot në Shqipëri. Shqipëri domethënë vriten kot në raste banale që jo pse mbet pse të pash pse parkove makinën,
e ka një farë arsye, po në një kohë të shkoj të futet në kinema ose në market dhe ti marr siç bëjnë këto nëpër botë, nuk ka. S'ka ndodhur asnjëherë në Shqipëri. Shqipëri ishte në 97 ishte në Shqipëri ata nuk është janë armat në Walmart, çu thua ti domethënë janë është ai. Ka armën, kishte në 97 ti, që ishte kulmi. Që tu vrar rob tu bo, nuk kishte ndonjë mes shooting ditën a njëri dhe ti të vriste kot në kot me i vend. Vriteshin banda me njëna tjetrën, au iu pse na i gjok kështu. Kjo s'është ne, nuk notë ne. Sepse s'nodh, nuk e di. S'nodh. Nështë Darko se rob janë ai shumë të shtypur të ne kanë ai shumë halle të tjera domethënë sa që s'mamën ose i vete i robja tjetër do ikën të bëjmë mes shooting tash se më quajt skelet në shkollë apo më bëjmë bullying. Ne bullying e kemi kulturën atë. Ti nuk diplomohesh dot në 9 vjeçare apo nuk ke bërë ose ti ke bërë bullying. Bile do ta japim me vlerësim me 9 për mendimin tim. Ndërtojnë karakterin. Këto janë hallet e këtyre shoqërimeve përparume, domethënë këto Suedi, Danimark, këto janë aq Kanada, janë aq përparume, aq domethënë i kanë gjonat aq mdisa, s'kan me çfarë merren. E vjen moment do merresh me çfarë merrem unë thotë ai, do merrem me bulizmin në shkollë. Do ndaloj bullizmin në shkollë. Do fillojmë bëjmë ligje, kishin nxjerrë ligj që deri në klasë, nuk e di çfarë klase, nuk duhet i thrasësh nxënësit me përemër. As ai as ajo. Po të vesh një gjë tjetër të ndërmjetme sepse ai mund të jetë çun, po mund të jetë. Ideja është në shit çfarë do të rasti. Ore David, do bëj zgjuria për 50 vjet. Do bëj. Për 50 vjet. Po këtë kjo pikë s'ka më arritur. Po ne kemi hit. Ne nuk kemi das. E kupton, ne nuk kemi rast neutrale. O zëra nuk ka për të arritur kurrë, valla. Nuk ka shans. Kjo është idiotësi, këto janë budalliqe fare. Kjo janë piçmene në shërop fare. E kuptoti ti thosh tani mësuesit ti, mos e thrit ai ajo, thrit e it atë se nuk e di ai si ndihet. Symër nuk ç'është kjo më valla. Nuk s'ja kuptoj sensin kësaj. Imagjino që sidomos Danimarka ka që po ikën truri se kanë një inflacion njerëzakonisht, domethënë që banane fare, ka ikur ato, ka vajtur një dozë kështu kola dagu 4 euro. Ata merren me ju ata ato. Do të ishte diçka. Ja ato politikat majtiste moderne, se ne nuk i dimë majtizmi kemi akoma kështu i jep lek rob. Po. Kemi hyrë akoma te ky stad. Po pra ne them valla, ata kanë arrit me stat, s'kan me çfarë u marr, mo. Pseudo progresist. S'kan me çfarë u marr, mo, dhe gjën tash. S'kan ata, se edhe këtu në Gjermani për shembull ta kanë akoma halle të tjera, jo migracioni, jo leshi, preshi, kanë gjona. Ato nuk kanë asnjë lloj problemi më. S'kan me çfarë merr. Problemi që kanë ato ku është rob që vrasin veten. Vrasin veten se s'ka diell, po, ose ka shumë diell. Ka shumë dritë. S'kan fëmijë, nuk pjellin. Ato po më mbarojnë apo da, nëse nuk për mendimin tim, këtë kapacitetin supergjenik që kanë mund domethënë. Ata dakun nëse nuk i lirojnë një çik ato ligjet, gjërat domethënë që ti lejnë çik rob bëjnë çfarë duan domethënë, ata janë drejt çështjes, bëjnë robota. Po, no, ti kontrolli i alkoolit në të treja ato sipër. So ti filan nuk ato dyqanet me zgara, kështu sikur të ikë këtu si ato dyqanet që shiten helme për domate në Shqipëri. E ke parasysh? Skandal në dafu. Vishin kishte vajtur një nga të shokët që ka mundu kishte takuar dashën filan plako, bëjnë një shishe zekti, një shishe zek, 18 euro, 0.75. 2 euro e ke këtu më taku me një arë gjithë me 18 euro. To që jafusin vetëm me tarifa, me taksa, me çmime më të larta, është një argument për duanin, që rritet. Që e mrapa diellit, që do e lën ata. Kot. Ja fusin domethënë me një tokë kështu, rob që janë jashtëzakonisht shumë suksesin, domethënë që janë bilionera, nuk është se pin, se kanë ta paguajnë, e kupton? E kupton? Ajo është okej, la thoshte Jeff Bezos tash unë kam, jam më i pasur në gjithë botën, unë do pi cigare se e përballoj. E kupton tash sa
Nuk e di valla. Politika e gabuar fare. Vetëm pastaj zgjidhja valla gjithmonë kthehesh gjithmonë te shkollimi e plot. Kthehemi në vendin tonë akoma aty nuk bën fizikulturë, ne bënim fizikulturë në kafe. Ishim pinim kafe të hanë. Ose rinim me hanim fare. Ose pishim cigare fshero, si mrapa atyre shkure. E s'bën fizikulturë. Nuk e edukimi sportiv është varë i leshë, edukimi seksual është varë i leshë. Seksuali jo, po fizikultura është në Faktikisht fizikultura në Shqipëri nuk bëhet, si më thon, t'ia detyrosh në zonë. Nuk e di pse se bëjnë ashtu. Se ne unë shifja atë. Se thon prindrit tan, pastaj thotë ti që na i përmendën ne gjithmonë që ne kur ishim në shkollë bënim gjysmore. Normalisht mund të nuk vdesin prindrit tan nga budalliqe se s'kan fuqi. Më dhan pa koka të la punin. Më dhan Messi 18 vjeç. Ose tamam, dhan Messi. Jam unë më taku pse ikin te radhë të tjerë fare. Munges aktiviteti fizik, i ullur në punë, i ullur në shtëpi. Të dhemë me që... Po të disha shu si koshti, nga ingarigi me një tjetër qa priti. A i trupi sa të la, e du qa këtë dagu e pas ka në terezi. Këtë s'ka si loj problemi, që ta rëgjën nga vitamina ka. La rimë këshu, e këto. Mund këtë nuk të duar, as po ngrena i që e këto. Nuk po prashi qepa vla, e këto. Ajo stamina, rezistenca të nuk të rritet të la. Po të shifë qa po bëjnë këta këtej më vla. Tani ka fillu dhe në Shqipëri, po. Te, mirë nisën këto liferando e këto, që bëjnë ushim shpi. Okej, dakord jam dhe aty. Tu ka nisë pazarin, ta bësh me aplikacion. A kuptoti 2 kile portokalle, 1 koli me uj, miell, makarona, të të vi në shtëpi. Ku po shko? Ku po shko bota më vëlla? Qa është kjo? Qa do me thonë kjo? Po këto s'duhet ta lejojnë këtë të futet, më këto s'duhet. Paradoksi. Ku janë pra politika? Tu t'implementosh ti mos ta lejosh këtë gjë. Po leje ço ik merre më vëlla. Ik merre, për to ik me marri koli me ujë. Normal, ai e ka shumë ajo Illuminati nga mbrapa thotë jo mos rrit, ti rrit trashëm në shtëpi, mundësisht ha aq shumë saqë edhe më të dera jashtë mos e dalësh, ta sillen deri te dera ai se nuk të nxjerr dera e dhomës, ri aty. Por si të pampersa e thjesht ndroj, vedi i tup të goja lidhe me ujë, direkt edhe mos të bësh ashtu si ato pulat, e kupton? Ato pulat që i frymsh me ushqim. E të mërshme është pra. Në shfatkesi da, përse është me të mërshme. Se do s'do a kupto, edhe si kur t'jesh, do vi një moment që do bëhet aq trend, do ju ngulitet aq shumë menje njerëzve, sa që dhe unë dhe ti, dhe unë dhe ti që me bo pazarin dalim, ose me ik me marri gjo dalim, ose spërtojmë me dalim, do vi një moment dhe unë dhe ti do detyrojmë një hap aplikacionin, atë mos e kështu e bëjnë gjithë, do i myllin fare më vlla. Do i myllin, prit kur të vi momenti do i myllin. S'do ketë më as reve, as Lidl, as i gjë. Mylli komplet, trim gjithë në shtëpi, dhe punën do e bësh home office, mos dalim hiç. Bëjmë avatar, bëjmë botë virtuale, dal të lëviz nga kompjuteri. Po, ato si Pokemon. Po, dalim të lëviz nga kompjuteri. Google Maps po, s'ke pse u stop. Hap me pamje satelitore shifa, e pe Madridin, e pe Milanon, i pe të gjitha. Do vija, do vi, po ato kështu do i vesh ato do me thënë si fat fuck me atë koltukun që do kesh, me pesh maksimale 5 ton. Ti do ve. Po ti po edhe për riçartë me atë gjalpi që të kullon nga faqet e tash. Edhe pjesa e fitnessit, ma ke pa çka kam filluar me nxjerr, janë këto six pack, i ve këtu. Janë të lidhë me kështu elektronikisht me fjallë, e shtyp atë dhe fillot të dridh muskut, ajo? Zërë se përbo ushtrimet, a kuptoti? Tu bo six pack tu nej, tu fjet. Si dhe qa bojnë? Si qa bojnë? Në atë, në Brazil, daku, operacionet për six pack është me ndërrje kirurgikale, dhe më të që është bëjnë... Kështë i bëjnë dhe forma, tamam six pack të më të. Kështë arri në 23%. Të gjitha këtyre do me thënë, në Amerikë është 7% o fa. E që do me thënë? Po më mirë ri ashtu si je. Po Shqipëri sa është përqindja e femrave
që bëjmë fytyrën në operacion, që bëjmë buzët. Në Shqipëri, 95% në Shqipëri plako është më pak se 20. Në Tiranë Tiranë është. Jo, s'kam gjë kundra, me thonë drejtën, domethënë njeriu kur ka ndonjë problem estetik, mos ndihesh se investuar personalisht. Jo, problemi është tani se kur ke i problem me vërtet që e ke problem estetik, që ti nuk je rahat me veten tate, vëlla. Ti domethënë ndihesh i palumtur. Si më thon ti mund të jesh shumë i arrir, me shkollë, me punë, me të gjitha, me familje, po ty kjo gjë të bllokon. Mirë. Jam dakord të bësh ndërhyrje ti. Ku do për çfarë do bësh ndërhyrje? Por çfarë që ka ku ta kesh ti më vëlla? Ti e ke problem ku dëgjon, vetëm pse e ke kështu me një ndërhyrje. Vetëm ti mos u prandaj po them unë vëlla. Është në rregull, është billafi më çado gjoje të kesh. Jam dakord tek pjesa kur ti e ke me vërtet shqetësim. Po në momentin që ti e bë, vetëm se e boni shoqja jote, vetëm se e boni X-i, vetëm se shef X-in, Y-in, Z-in ti që dalin të treja bashkë aty dhe të treja në bombë dhe ti duhet ta bësh patjetër se e kanë bë. Këtu është budallik për mendimin tim. Të bëjnë si ato femrat afgane, se ato e bëjnë kështu 99.99% të femrave afgane bëjnë operacion. E kanë se kanë. Kot pra, e ke se ke, ti se ke problem, për shembull, në këtë moment unë dhe ti s'kena asnjë problem. Imagjino tani nga që i bëjnë gjithë meshkujt s'bëjnë, po billafi. Kanë bërë gjithë unën, të shkosh dhe ti ta bësh kot, pa e ndjet nevojshme. Në momentin që ti isha te unë në apo se te unë do të thënë po i ke veshë të dalë apo unë apo ke ndonjë problem. Ke problem pra, kur është problem estetik, dakord jam thonë. Edhe gjoksit e femrat të vllazë tani shumë të duket seksista, kështu po marrë si vendimin për trupin e saj, po jo se është trupi i saj. Gjithsesi, opinioni i tretë vllai nga jashtë që gjoksit deri në fund, çfarë i bëj gjoksit vlla, s'ke çfarë i bën, po byse ja çipsa e bëj ai skuadër. Po, jo gjoksin dakord jam ta bëj. 10 minuta për ditë kur edhe unë ngriu aty, e kupton, të vërton bysa aty. Ato pallate që janë me ato shkallë të ngushta. Futja një ashtu 10 herë poshtë lart. Sa bëjmë ascensor. Në fund muaj dagu ti jam bërë ato kofshë, keq. Instagrami ka prit shumë punë për këtë gjë. Kryesori fare. Jo vetëm për këtë gjë, për shumë gjëra, domethënë. Po që është një post ta para sa ditësh, tek nuk e di më pas. Ishte një nga ato modele, domethënë, to që janë woke. Do të ndryshon ato, domethënë, që kishin disa foto që kishin përzgjedhur fansa që kishin hedhur, domethënë. Edhe kishin hedhur pastaj një foto tjetër me të njëjtin outfit, po pa filtra dhe pa pozin, kupton, pa e trishur barkun mbrenda. Ta, kupton, si rob tjetër. Kupton, rob tjetër valla komplet. unë se kuptoj valla se është më e sikleshme për shembull me rastin njoftë ti i gocë në Instagram, që nuk e njeh një reale. Tani ajo shfaq veten foto, posing po Photoshop, po kurim maksimum. S'ka nevojë të mësoj Photoshopin, ai fut filtra, më të dëgjon si bën nesër. Jo më jo se i hyn, këtë mirë ka. Ka filluar mësojnë Photoshopin, nuk e mirë. Marrë një start akademik. Edhe nesër u bë kjo i figurë që është 50% e ndryshme nga jeta reale. Do vi momenti që do e takosh. A nuk ka atë frikë që ti ja ngre pritshmëritë atij tjetrit, në ato farfeje, domethënë, mu personalisht, për shembull, kur shoh ti këtë që në Instagram duket kam ato lloj pritshmërie, saqë kur e shoh live, ajo mund të jetë normalisht e bukur, po them 70% e bukur, do ishte të rejse për mu. Po nga që mu më shkriju ajo pritshmëria, që kjo është Angelina Jolie, mos më duket më të rejse. Automatikisht i del me të dhe je, kush është kjo më vëlla? Pastaj daku ato janë detyruara pastaj që atë filtrin në Instagramit ta rikrijojnë me make-up. Edhe del ajo është si vatim, kështu që për çafotit ngela bluzë. Kur zgjohesh mjes pastaj je duhet ta lash atë bluzën me 95 gradë, kështu që dalja i gjalpi. Kur zgjohesh mëngjesi pse më rrishet fytyra. Tani ata kishin mirë ato vitet 70 aty ta i më të men. Të i seriali që i tërgoj që femra ishte të shtëpia, të kuzhina. A
Ashtu? ja, Ishte ana, jo, qa, do dalësh ti do punosh to. Do dalësh me shoqet ti. Do marrësh X5-ën ti do vish vërdall. Ço vi mua për ato. Ai është problemi më i madh. Edhe Saliu ka thënë, Pashin me eme se ky tavlan balla, ky ja e gjitha Saliut dhe kishin nxjerr tat bryli. Saliu me djalin e tij Shkëlzeni kanë investuar që të krijohet konfliktin Palestinë dhe në Izrael, që të hiqet vëmendja nga humbja e zgjedhjeve. Po ai tipi që lidhet të çani, kështu jo Illuminati, jo klanet... Kushe, ai e fret qako? Më duket se ka bëj emision Top Channel. Po, del të një tjesh. Para ca ditësh që më dilte në YouTube që suggestion. Po, do e hap në dita softë, domethënë. Ja kupton sa i rob shemi ne da po gjithashtu të tjera da ka pasur periudhën 2003 deri në 2010. Kishin trend, e kupton, në 2021 ai del atje thotë masonët nuk e lejojnë marrjen e Kosovës. Skenën me atë, ai thoshte për koronën. S'është e vërtetë tani, kjo parasysh u bote kët kundra gjithçkaje ky, jo, s'është ashtu, po këtë ka i shoku im e kam pallat. Dhe kishte taku në ascensor, ky shoku im me plakun e vet, do kishte hyrë në ascensor. Dhe unë ç'a bëj? Ky shoku pa maskë, ka kupton, tu ne të afër me këtë se ky thotë besoj te korona. Kur i thotë, po pse s'e ke vu maskën, i thotë, ç'a bën? Ç'a kam me kishte thënë ti sikur s'beso. Jo qa, më zuni mu korona, tha kalova keq isha të vdek. Jo, aty del. Po njerëz mos i besoni këto gjona. Nuk e di ava. Ti japësh dhe audicion atyre, domethënë, edhe ti japësh të drejtë me dalë ai në publik, domethënë, ato roba ashtu, kupton tani çfarë stadi kanë arritur ata. Pa i është mirë kur sa i hajdet dhe paktën ti më i lidh dy fjalë, po ti dalin në misione lloj ropshë po. Te ke pata ajo e diellësh mush. Ka me fut njerëz. Çfarë më ska, janë zonë gjithë. Ka dalë ky pra ka çapitën një herë. Ka dalë ky trendi. Kanë followers në Instagram. E nga Instagrami i marrin nxjerrin televizion që të ngrenin edhe shikueshmërinë në televizion. Kuptoti? Cool. Do të thonë që përfitohet fama nga televizioni të kaloj te Instagrami, siç duhet të jetë, se televizioni kalon sit, domethënë merret më e mira, edhe pastaj të kalosh në Instagram, tu shkon nga Instagrami, që hap kushdo unë e ti hapim nesër bëhemi të famshëm, kalon televizion. Nuk e po mirë bursa, ajo është më angësi pastaj në dije. Ata nuk e para fat ata që janë pjesë e televizionit normalisht do e bëjnë atë gjë, sepse ata nuk do ta pranojnë faktin që po vdes ajo industri, e kupton? Ata normalisht atë gjë do bëjnë, ata do t'i groposin sa më shumë. Muhabeti është këta gogolat e tjera, e kupton, që ti po shikon ata që njerëzit janë të mbushur, deri të hunda, nuk duan të merren me ato punë, e ti shko brava tjetër. Po. Nënda ku fillo krijo diçka më ndryshe, jep diçka që nuk ka qenë, ose të njëjtën gjë që ka qenë, po pa filtra. Njerëzore, e kupton? Se duke e shumë arri lesh tash domethënë njerëzor se i vetë robe me kur zon njerëzor kështu i basha kur bënte vezë atë natë. Jo ajo la njerëzore se ajo është për televizion. Njerëzor më ta, tu bën muhabet me njëri. Ti thosh tash, bash, ore vërtet, do vesh nuk të ndi Allah për shemb. Ta marr për tash. Me rob shtëpi. Nuk dëgjon njeri. Ma thoni çik laj. Asë lodhe pra. Luli voca. Imagjino tash da ku mi gjeni rrullohet në varë. Se ja vura emri Luli. Që fatkisi e kako. E mbyllim episodin e parë. Fiksa i pjesë futbolli.
45 minuta. Ah, e